Benita u shfaq sot jashtëzakonisht e emocionuar, duke mos arritur t'i mbaj lotët. Që në momentet e para, ishte e qartë se ndjenjat po e pushtonin plotësisht, teksa regjia vendosi këngën e Endrit, Thirrëm, e cila duket se preku një tel shumë të ndjeshëm tek ajo. Reagimi i Benitës ishte i menjëhershëm dhe i fortë emocionalisht, duke bërë që Aurora dhe Londrimi të ndërhynin për ta qetësuar. Londrimi, i shqetësuar për gjendjen e saj, i u drejtua edhe vëllait të madh, duke i kërkuar që kënga të ndërrohej. "O jeta jeme, Beni," i tha ai me përkëdheli, ndërsa e përqafoi fort dhe u përpoq ta qetësonte me fjalë të buta. Megjithatë, emocionet nuk u ndalen me kaq. Regjia vendosi më pas edhe sekuenca nga një tjetër këngë e Endrit, ende e papublikuar, që mban titullin Ktheu. Ky veprim e rëndoi edhe më shumë gjendjen emocionale të Benitës, e cila shpërtheu sërish në lodh. E prekur thellë, ajo u shpreh mes lotësh, e ka qit këngën e re. Duke treguar se situata po bëhej gjithnjë e më e vështirë për të. Së fundmi, në rrjet dhe në media kanë qarkulluar spekulime të shumta lidhur me Benitën dhe këngëtarin Endri. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka reaguar apo e ka konfirmuar publikisht një lidhje të mundshme, thuhet se dyshja dikur kanë pasur një romancë. Këto dyshime dhe aludime vetëm sa kanë shtuar kuriozitetin e publikut, duke i dhënë edhe më shumë peshë emocionale situatës së ndodhur sot. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.